Edhe Kosova ashtu si shumë vende të tjera po përballet me shtimin e numrave të personave obez. Kjo krizë globale në rritje po prek persona të gjitha moshave, por që po vërehet një epidemi në rritje mes të rinjëve. Dion Bardhi, nutricist, ka vënë theksin te disa nga faktorët që ndikojnë në mbipesh. Obeziteti është një epidemi progresive e cila na shfaq shumë komplikime, qofshin ato nga sëmundjet kronike, diabeti, sëmundjet e zemrës, sëmundjet e veshkave, mëlçisë, edhe nga ana tjetër mendore të cilat janë ankth, depresioni dhe ulja vetbesimit. Faktorët kryesorë që ndikojnë në ardhmën deri tek obeziteti janë marrja e kalorive të shumta, domethënë me marrë më shumë se sa harxojmë, kemi komponimet gjenetik, domethënë faktorë gjenetik, kemi faktorët hormonal dhe niveli i ulët i aktivitetit fizik. Duke kombinuar ushqyrjen dhe aktivitetin fizik, Bardhi thosë se arrihet një gjendje optimale në shëndetin e njeriut. Ushqyeshmëria dhe aktiviteti fizik janë faktorë të stilit të jetesës dhe këto ndërlidhen me njëra tjetrën, për shkak se nëse ne konsumojmë më pak nga ana ushqyerjes dhe nëse ne bëjmë aktivitet fizik gjatë ditës, ne trupi jon qëndron në homostazë, domethënë organizmi jon mbërrin një pikë i cili as nuk shton peshë, as nuk humb peshë, por është në gjendje optimale të shëndetit. Obeziteti shkakton një sër sëmundjesh kronike e neurologjike, shtoi Bardhi duke i përmendur edhe disa prej tyre. Në rrit prevalencën për me pas sëmundje kronike, diabetin e tipit 2, sëmundjet zemrës, sëmundjet kockave, mëlçisë, të veshkave dhe normal organeve tjera. Gjithashtu ndikon edhe në pjesën mendore, rritet ankthi, rritet depresioni, ulet vetbesimi për shkak se forma e trupit është më ndryshe nga sa mund t'i shohim në rrjetet sociale ose edhe nga shoqëria jonë, dhe kështu ndikon negativisht në të gjitha sistemet tona të trupit. Mes tjerash, nutricionisti Bardhi apeloi tek të gjithë që të kenë një ushqyrje të kontrolluar në mënyrë që të mos arrihet deri te shtimi i peshës.